Dhe për herë të parë kemi në dorë mundësinë historike, mundësinë reale, mundësinë aktuale që të hymë Bashkimin Evropian. Të hymë tani brenda kësaj dekade, jo në dekade ardhshme, sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Ylli i fatit tonë është rreshtuar me yjet e fatit të Europës. Dhe po e përsëris, këtë mundësi nuk e kemi pasur kurrë, sepse për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hymë sa më parë në Bashkimin Evropian, por është edhe Bashkimi Evropian që kërkon të na marrë brenda në gjirin e vetë sa më parë. Prandaj dhe po negociojmë me një vrull të jashtëzakonshëm, një vrull i dyanshëm, jo thjesht nga ana jonë, po dhe nga ana tyre, për të mbyllur në një harë kohe rekord absolut, duke pas parasysh që vetëm 10 i kemi nisur negociatat, hark 3 vjeçar, një proces që për të tjerët ka zgjatur shumë më tepër. Duhet t'ja u tregojmë njerëzve, duhet t'ja u vëmë përpara syve realitetit, dhe duhet të gjithë ta marrin pak me mend që Mali i Zi i ka nisur negociatat në 2012. Kur ne nuk ishim akoma kandidat për Bashkimin Evropian. Serbia në 2014, ndërsa Maqedonia, e cila ndroi edhe emrin për të futur në Bashkimin Evropian, imagjinojeni, e ka marrë statusin e kandidatit në vitin 2005 dhe akoma nuk i ka filluar negociat. Ne kemi shansin historik të mbyllim për 3 vjet, 2024-2027, por për këtë na duhet të mos humbasim as edhe 1 minutë, si dhe t'i çojmë BE-s një mesazh të fuqishëm nga populli shqiptar i 11 majit, një mesazh për te shumicës aritmetike. Duam pasaportën e BE-s për Shqipërinë dhe për çdo shqiptar dhe shqiptare. Një pasaport për çdo shqiptar është një ambicie që deri pak vitën parë do të dukej çmenduri ta kishim në prag të zgjedhjeve për mandatën e katërt.